Valbona Mhilli ishte e ftuar në emisionin Ndryshe, ku ka rrëfyer disa situata të cilat janë bërë virale në rrjetet sociale. Gjatë intervistës, moderatorja bëri një analizë më të hollësishme sa i përket strategjisë së saj brenda shtëpisë. Ndërsa më tej ajo komentoi më shumë dhe mbi lojën e banorëve dhe situatat që kanë bërë bujë së fundmi. Sa i përket mbështetjes së marrë nga fansat e saj dhe faktin që 2 prej tyre i kanë kushtuar edhe një këngë, Valbona u shpreh: "Tani jam e sigurt që janë duke më ndjekur, sepse që mbrëm që kemi postuar që do të isha këtu. Po si nuk flen kur ata, nuk flen. I shikoj gjatë gjithë kohës që janë shumë aktiv, më shkruajnë, merren me çdo detaj. Janë shumë të mirë." Më tej vijoi dhe pjesa e rubrikës së bërë nga Salsano me 4 pyetje, përgjigja e të cilave nga Valbona duhet të jetë vetëm po ose jo. Thonë që ti dhe Lajërti e keni lënë të lidheni sapo të dilni nga Big Brother. Përgjigja e Valbonës ishte po. Thonë që ti ke qenë e dashura e Jozit për një vit. Sërish përgjigja e Valbonës ishte po. Thonë që je lesbike dhe eksperiencën e parë e ke me Livian. Valbona sërish përgjigjet po.